U tregoj njerëzve se kamata është haram. Edhe vazhdimisht I flasim këto fjalë. Pse? Sepse na dhimbën ata njerëz që kanë bërë një kapital me djerës. E pastaj atë kapital e ka shti hipotekë në bankë. E ka marrë një parë më të madhe për ta blerë një shtëpi më të madhe. E pastaj në mungesë të kushteve stabile ekonomike, nuk arrin me I pagujt ratat, e vjen banka çat shtëpinë më të madhe ja merr, edhe çat kapitalin bazë vetë që la hipotekë, edhe ke shtëpinë e madhe që mori me kamat, këtë ai djersa e tij shkoi kot pa diçka, tu desh me bë më shumë e humbi këtë. Edhe me të rrugëve. E na musliman pse ja kemi gale që ky njeri që atë mundin e tij me djerës që ka fituar ta mbaje, e nëse s'mundet me bo shtëpi më të madhe që atë voglën ta ketë vetën vazhdimisht, themi na haram është kamata. Edhe e flasin këtë punë në përgjithësinë më të madhe. Edhe pse shpesh si pëlqen njerëzve kjo punë. Ama na dalim atëherë se për me që këmina shumë më të mirë se ata që kur bëjnë reklama për kreditet me kamate, kejtu kesh, me kravata, me parfyme, me keret mira, t'i qelin dyrt, me respekt, t'japin ka një çokolat, t'a japin ka një bonbon, edhe në fund na I t'bot helm. Ata kështu në pam janë ma të bukur ndoshta se na me mjekra, të mëdhoja, që shumë na shkën mediat, me pantullonet shkurta, ama ajo që na e ofrojnë, që ka shumë më e mirë për njerëzate që e fërnë ata me kravata, me parfyme, domethënë me elegancë të dukshme të jashtme, se po ja ofron një çokoladë e një bonbon në fond, po ja merr këtë pasurinë që ai ka fituar me djerse dhe me mund edhe po lën rrugë. Tash kush më del të ma human e ma I mirë. Andë kjo është mirësia e Islamit që ja ofron njerëzimit mbarë. Edhe pastaj vijnë njerëzit e mençur dhe kuptojnë se këto mësime janë shpëtim, edhe pa këto mësime s'ka shpëtim. Pra që unë edhe ti duhet t'jemi krenar që jemi musliman. Duhet ta kemi ballin lartë që jemi musliman. Edhe të vazhdojmë, kontribojmë edhe shërbejmë umetin, popullin përgjithësi, umetin islam veçanti me ofrimin e Islamit.